Dua 2 sekonda vëmendjen tuaj për të treguar se sa e nevojshme, sa të nevojshme e ka aktualisht Republika jon krijimin e qeverisë së re. Një prej arsyeve. Çka ndodh miq? Ndodh që në Republikën tonë janë 2 lloj pushtetësh, është pushteti komunal i komunave dhe pushteti i qeverisë qendrore. Qeverinë qendrore e ka fituar vetëvendosje, pushtetin lokal nuk është që e ka fituar aq sa ka dashur. Dhe kur ka ardhur vetëvendosje, një problematikë e partur nga viti në vit ka ardhur në një moment kur duhet të zgjidhet. Çfarë është problematika? Dikur për të mos u rritur drejt për drejt pagat mësimdhënësve që ishin në grev, ish qeveria thashi kam përshtypjen, mos më nxini për fjalë nëse ka qenë Thaçi ose Mustafa, por kam përshtypjen që qeveria Mustafa ka bërë një marrëveshje me mësimdhënësit për shujtat, për pensione jubilare dhe për disa subvencione shtesë, sepse me u arrit rrogat do të thotë me ndru koeficientin, e nëse ndron koeficientin tek mësimdhënësit si shërbës civil, duhesh me ndru koeficientin tek krejt institucionet, tek krejt administrata publike në Kosovë. Fatkeqësisht ky është një problem tjetër që do duhet të zgjidhej me një ligj tjetër, por që në Kosovë nuk ka ndodhur kur. Mësimdhënësit trajtohen njëjtë sikur policët trajtohen njëjtë sikur ai zyrtari për certifikatat për lëshimin e certifikatave të lindjes në komunë. Pra janë shërbës civil të gjithë dhe duke qenë shërbës civil kanë një koeficient mbi cilin rritet rroga. Dhe tash çka ka ndodhur është që këto shujta dhe këto pensionet jubilare dhe këto për mësimdhënësit asnjëherë nuk është ndruar ligji për buxhetin e komunave, në mënyrë që në linjat buxhetore të komunave të futet një buxhet i cili do të bëj pagesën për këto. Komunat nuk është se s'kan pas para, as nuk kanë pas vullnet, por nuk mundesh me i marrë me pagu diçka që nuk është e përshkruar si madhra shërbime, ose që nuk është në linjën e buxhetit për investime kapitale, ose në linja tjera buxhetore që ekzistojnë sipas ligjit. Komunat kujdesen shumë që me i respektu këto linja, sepse respektimi i këtyre linjave u bën që të performojnë mirë, dhe kur të performojnë mirë marrin nga një grant qeveritar, marrin disa para ekstra për një projekt si shpërblim ndaj performancës së mirë në respektimin e linjave buxhetore. Po mundoj me shpjegu në mënyrën sa më të thjeshtë, pra i ke 100 euro për shërbime, pra për me ble sandet të tjera, i ke një 2.000 euro, 3.000 euro të ndame për me shtru asfaltin, për me ndrejsh oborin, i ke një 4.000 euro, 5.000 euro të definume për me ndrejsh ambientin e mbrëmshëm, edhe i ke një 20.000 euro që është ndërtimi i vrarësh dhe një shtëpie të vogël, kështu diçka. Ti tash nuk i merr parate oborit me i shpenzu për ushqim, as për me ndrejsh kulmin. Kjo është ideja e kësaj kulturës buxhetore. Dhe nga viti në vit, mësimdhënësit nuk janë paguar, është shtyrë. Kanë shkuar në gjykatë kushtetuese, kanë shkuar në gjitha vendimet e gjykatës. Të gjitha gjykatat ato kanë vërtetuar. Dhe tash kur ka dalë këtë vit, pak vitin e kaluar, vendimi final i gjykatës, mësimdhënësit kanë filluar të drejtohen përmbarusi të privat të organizuar në mënyrë maestrale realisht, sepse është mënyrë e mirë e përfitimit edhe e tyre, kanë filluar që të gjitha lëndët të shkojnë me përmbarim direkt në komuna. Dhe çka ndodh tash? Komuna përveç i hum para që i ka pas të ndame për me shtru asfalt, sepse kur vjen përmbarusi nuk të pyet veç të merr kudo që ke pare dhe mbetet pa shtru asfaltin, edhe i prishet performanca për grantin qeveritar, që është shumë e dëmshme sepse e hup edhe një projekt tjetër komuna. Dhe kjo po ndodh në gjitha komunat. Në rastin më të mirë ti marrin tek investimet kapitale, por çka ndodh kur ti marrin tek shërbimet, madhat e shërbimet siç pas ka ndodhur në Deçan, ku tash në shkollat siç pas ka ndodhur në Skënderaj, kërkoj falje. Dhe tash shkollat e Skënderajt nuk kanë para as shkumsa me ble, siç e tha kryetari. E gjitha kjo, jo pse Kosova nuk ka buxhet, por se në Kosovë ka mungesë të vullnetit, të përgjegjësisë për të pasur performancë të mirë. Domethënë ka mungesë të vullnetit të qeverisë për t'i mundsu atij nxënësit atje që shkon në një shkollë të Skënderajt me pas sigur që kur shkon bile ka shkumës aty. Domethënë është kaq banale, kaq dhe të gjithë kanë faj, nga pak askush nuk ka faj vetvetiu, të gjithë arsyetohen, askush nuk merr veprim, askush nuk e zgjidh këtë problem. Dhe janë shumë para që në fakt shumicën e komunave tek ne do t'i bankrotojnë, do t'i fusin në telashe të mëdha, disa prej tyre do t'i falimentojnë. Ne
nuk e kemi emergjencën më marrë me këtë çështje, sepse e kemi shumë të rëndësishme apo zgjatet e 48 orë kuvendi i Kosovës.